për t'i dhënë mundësisë dhe PSD-s të jenë pjesë e kësaj tryeze që është me rëndësi të veçantë. Unë kam një pyetje dhe ju ftoj, më duket se po flisi për një informacion që nuk është i saktë. Që do me thënë? Që ju nga jeni ndjeni që është arritur kjo dakordësi, se unë nuk jam ndjeni. Tani ju po më thoni që Partia Mundësia... Po kjo është lajm kudo. Po lajm kudo është një fake. Që është arritur marrëveshja mes PS-s dhe PD-s? Është një lajm fake kudo. Mediat e sponsorizuara nga qeveria që duhet të përcjellin idenë që jemi gjithë bashkë, jemi gjithë njësoj. Ne do donim të ishim, sepse duam që të jemi aty. Dakor, t'japim dhe që zëri partive të reja të dëgjohet, po kjo është një lajm fake. Sepse tani ju po thoni që është krijuar një vend për ne, por ne nuk dim gjë. Ju nuk jeni kontaktuar, po thoni. Më fal, nuk si mundet. Unë po ju them që ky është një lajm fake, një lajm fake që ka dalë gjithë ditën dje në të gjitha mediat, dakor? Në të gjitha, pa përjashtim, dakor, ku na kanë vënë, kanë marrë dhe foton e Tom Doshit, e kanë vënë gjithur me foton time, dhe kanë shpërndar gjithandej duke thënë dhe Tom Doshi dhe Agroni që nga njësoj, dakor, kanë bërë pazar me PS-n dhe PD-n dhe është krijuar vendi edhe për Partinë Mundësia. Kjo është totalisht fake. Kjo është propaganda që ndodh në këtë vend, ku të gjitha mediat me dijeni apo pa dijeni, se shumë veta pastaj thonë se nëse kanë nxjerrë të gjithë që nga e vërtet përtojnë të vend të kontrollojnë, e marrin të mirë qenë, e mirë kuptoj, mund të ndodhi, njerëz jemi, dhe unë ndonjëherë krijoj një bindje me një lajm, pastaj vetë verifikoj dhe them pritet që nga kështu. Dakor? Okej, ja, prandaj jeni ju këtu që ta qartësoni. Pra ju nuk kuptoj që ky është, po këtu nuk po flasim vetëm, këtu po flasim për një fenomen, nuk po flasim, kjo është një lajm fake, totalisht fake. Është një gënjeshtër që të gjitha mediat e kanë dhënë. Edhe ta mbaroj, edhe tani një sekond, flasim për këtë njëherë, pastaj flasim për këtë njëherë. Ky është një fake. Birni ka bërë një lajm që nuk është fake, që është i vërtet, ku thotë që partitë e reja, përfshi dhe Partia Mundësia, është përjashtuar nga komisionet, edhe për komisionin zgjedhor, dhe për Komisionin për Reformën Territoriale. Dakor? Ka dhe media që verifikojnë dhe shikojnë. Dhe tani ta bësh fakt të kryer, thua Agron, si ndihesh ti? E kupton çfarë absurd është kjo? Si ndihesh ti Agron që kanë krijuar një vend edhe për ju? Jo, në fakt pyetja ime nuk ishte kjo. S'po dëgjuat më mendja. Pyetja ime ishte, a jeni ju i kënaqur që më në fund? Po keni gjë është, po problemi është që mund tasim, po kjo është për te mundësisë, për një reformë, për një reformë të rëndësishme siç është ajo zgjedhore, besoj. Ky është një fake news. Sepse ne... Ky fake news u pranua dhe nga zoti Berisha, më falni. Po pse kush Berisha është zëri i vërtetës Berisha? Po dhe çfarë do thot? Nga zoti Gjiknuri gjithashtu. Po më fal. Pra, dakordësia ka fjalën gjithmonë. Po cilën dakordësi ne? Më fal, këta e dinë që këta po thon këta u martuan edhe ne që jemi pjesë nuk di kemi gjë. Ne si jemi, ne s'na thot njëri gjë. Dhe ti po thua mua Agron, do martohesh, ë? Unë them fal, çfarë po flet? Tani unë po të them lajmin atë, me që nuk e dinte njëri, ti aty s'mund të mbrosh, unë po të them ky është lajmi, lajmi është unë mbroj vetëm atë që thash, që është arritur dakordësia mes PS-s dhe PD-s. Tani se si bëjnë kalkulimet për të përfshiriu apo dikush tjetër, kjo është tjetër histori. Më jep një dokument, më jep një fakt, sepse është fake, po të them që është totalisht fake, sepse nga një anë ke të gjitha mediat e qeverisë që thon Agroni, Tom Doshi dhe PS-ja, PD-ja, gjithë janë bashkë, dakord? Dhe kanë gjithë këtu një marrëveshje dhe kanë krijuar një vend për Partinë Mundësia, dhe ke dhe media serioze që thonë nuk është e vërtet. Hapni portalin, është lajmi i dieshëm ku thotë e kanë marrë të njëjtat dhe disa prej atyre që kanë marrë lajmin që është bërë marrëveshja, kanë nxjerrë dhe lajmin që s'ka marrëveshje. Dakor? Almer, ka marrëveshje apo s'ka marrëveshje? Shiko, është ta logjike. Ju do të pyesni mua, unë jam ai që... Unë e kuptova që ju si jeni kontaktuar dhe si jeni pjesë. Po si mund të marrë një marrëveshje? E kësaj marrëveshje, po që ka një marrëveshje me PS-n dhe PD-s ka. Të lutem, si mund të ketë një marrëveshje ku nuk e di përfituesi? E kuptoni çfarë? Qartë, okay. Shiko, mbase zoti